Mirë dita, si mbas pari ju përshëndeti dhe si e kam zakon ju dëshiroj shëndes, sukses, razi dhe zabër. Bashkombas të nderuar, gëzuar vitin 2010 dhe besoj që ky vit 2010 do të na bjen ma shumë sukses, ma shumë sende të mira, ma harej se viti 2009. Në vitin 2009 nuk pati shumë suksese, prandaj mendoj që ky 2010 do të na bjen ma shumë sukses, ma shumë harej dhe ma shumë gëzime për popull të haruar i cili i thasune në Balkan. Bashkombas të nderuar, desha të tregoj se me muajin 12 para 2 ditëve kesh në një vizitë në Pej, të cilën po ata me këforin një 2 takime, të cilën e njoftova edhe zotrin Gjedet Nezirej. Me këtë mbledhje, me këtë këfor po ata sepse për çkak të keq përdorimit popullit, një personit edhe shumë të tjerëve të cilët për popullit tonë, të cilët nuk kanë të holla që i duhet të japin ka 5 euro për do kartela për të marrin ndihmë. Kopë që nuk kanë 5 euro, do me thonë që s'kan ndihmë. Por këfori me njoftoj me zonjën Begolli, e cila është edhe kryetare e shoqatës iniciativës popullit të luftës nga Kosova, dhe e cila është për ndihmë humanitare për lagjën shtator, dhe më njoftoj se ajo nuk ka lidhje me këtë. Prandaj une e luta në emër të popullit dhe në emër tim personal që t'i marrim do hapa pozitive. Dhe kështu ato dhuratat që nuk i morën, ata që nuk patën kartela, i mora unë ato dhurata dhe i shpërndava popullit tanë në lagjën shtator. Ky popull ke shumë i gëzuar me këto dhurata këtyre fëmijëve për vitin e ri. Prandaj me zonën Begolli morëm edhe hapa të tjerë që do të bashkëpunojmë së bashku. Dhe ajo me njerë me tregoj dhe me një lutje që për vitin e ri dëshira e saj ishte që 1-2 karroca invalide t'i përcjelli t'ja dërgon 2 personave të cilit nuk muajnë as të dalin para derës. Prandaj une i mora hapat pozitive dhe 2 karroca dje me datën 30-in Bazbaci Turs i përcjella në Pej dhe e lemrova zonën Begolli. Ajo me përshëndeti në një email dhe me tha shumë është e kënaqur dhe mendoj se ata do të kënaqur që i morën ato karroca. Prandaj me këforin e morëm do hapa pozitive që në muajin të dytë për 2010-in do të bashkohem dhe do të shkojmë në lagjën shtator dhe në lagje tjera ku jeton populli janë në skomje, në shumë gjene të vështira. Aty do të na bashkëgjiten zotri Gjedet Nezirej, zotri Ibish Bajrami, zonja Mandosh Zizaku, ditimi këforit, i cilë me ndihmon shumë në Pej, zonja Begolli, kryetari Ali Berisha. Mendoj se do të ftojmë edhe zotrin Ramush Haradinin, kryetari bashkësisë shëndetësor nga Peja, kryetari i ndihmës sociale, kryetari i bashkësisë arsimore, dhe do të vizitojmë këto lagje dhe do të marrim të hapa humanitare pozitive. Prandaj edhe një herë ju dëshiroj urime dhe çdo të lumtur në jetë në vitin 2010 dhe punë të mbar dhe punë reale, ditën mirë dhe gëzuar.
jena përmanue. Ki girbeti, qysh na